Në iftarin organizuar mbrëm nga shoqata Esnaf në Prizren, e ku morën pjesë qindra personalitete të rëndësishme të jetës politike dhe të biznesit e të kulturës. Në këtë takim ishte edhe ambasadori i Turqisë në Kosovë, Sabri Tunçangli, Bashkësia Islame në Prizren, përfaqësues të bizneseve dhe oda të biznesit, deputet të Parlamentit të Kosovës dhe shumë afaristë dhe personalitete të tjera. Me këtë rast, kryetari i shoqatës Esnaf, Varis Xhejlani, duke përshëndetur tha: Në këtë program domethënës të iftarit organizuar nga shoqata Esnaf, kam kënaqësinë e veçantë t'ju përshëndes dhe t'ju falenderoj për praninë tuaj, që nga viti 1994, iftari tradicional që organizojmë në ditën e 15 të muajit të Ramazanit nuk është vetëm një vakt i përbashkët, por një traditë e çmuar që bashkon miqësinë, solidaritetin dhe vëllazërinë në të njëjtën sofër. Sonte kemi kënaqësinë që këtë moment ta ndajmë me rreth 600 mysafir të nderuar. Kjo sofër ka një domethënie të veçantë për ne, sepse ky program realizohet me produkte vendore. Kjo tregon për kushtimin e Esnafit ndaj prodhimit vendor, ekonomisë lokale dhe solidaritetit shoqëror. Të nderuar mysafir, sot më shumë se kur kemi nevojë për unitet dhe bashkëpunim. Pavarësisht dallimeve tona, kur qëndrojmë së bashku rreth vlerave të përbashkëta, bëhemi më të fortë si shoqëri. Dua të përmend shkurt edhe një çështje të rëndësishme për zhvillimin ekonomik të qytetit ton, zonën industriale. Besojmë dhe shpresojmë që kjo çështje të marrë së shpejti drejtimin e duhur, sepse do të krijonte mundësi të reja për investime, për zhvillim ekonomik dhe për punësimin e të rinjve tanë. Si përfaqësues të botës së biznesit, dëshira jonë është që energjia dhe fokusi të jenë në zhvillim ekonomik, në prodhim dhe në krijimin e mundësive të reja për të rinjët tanë. Gjithashtu dje përkujtuam 5 marsin, një datë e rëndësishme për kombin ton. Në këtë ditë nderojmë sakrificën e ronjëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe në veçanti familjen Jashari, simbol të guximit dhe qëndresës për lirinë e Kosovës. Në fund dua të falenderoj të gjithë sponsorët që kontribuan në organizimin e këtij programi, si dhe ju mysafirët tanë të nderuar që me praninë tuaj e nderuat sofrën ton. Uroj që muaji i Ramazanit i sjellë vendit ton, rajonit ton dhe të gjithë njerëzimit paqe, qetësi dhe begati, ka thënë kryetari Varis Xhejlani. Të pranishmit me këtë rast i ka përshëndetur dhe ambasadori i Turqisë në Kosovë, Sabri Tunçangli, i cili ka folur edhe për vëllazërinë e Turqisë mes Kosovës dhe ka falenderuar të pranishmit. Këtë iftar madhështor ka përshëndetur edhe kryetari i Këshillit të Bashkësisë Islame në Prizren, Valon Efendi Ibrahimi. Në këtë iftar, fjalë rasti ka mbajtur edhe zëvendës kryeminist Famka. Liri, me ju në çdo iftar.